Projekti i iniciuar nga zyra e UNESCO-s në Mal të Zi, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës të Malit të Zi, përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt afrimit të rinjve me trashëgimin kulturore dhe institucionet malazeze. Me iniciativën e kësaj zyre është menduar që të punohet drejt për drejt me shkollat, duke i përfshirë nxënësit në një proces kreativ dhe reflektues mbi rolin dhe të ardhmen e muzeve. Tema e projektit fokusohet në përfshirjen aktive të nxënësve përmes punës praktike në muze, ku ata do të kenë mundësi të japin mendimet, idetë dhe rekomandimet e tyre rreth asaj se si e imagjinojnë një muze ideal. Përmes këtij angazhimi, të rinjët nuk do të jenë vetëm vizitor pasiv, por bashkëkrijues të vizionit për një hapësirë muzeal më të hapur, më bashkëkohor dhe më pranë interesave të brezit të tyre. Në kuadër të këtij projekti zhvilluam një takim të frytshëm me drejtuesin e Muzeut të Ulqinit, Gazmend Kovaçi, i cili shprehu gatishmërinë dhe mbështetjen e tij të plotë për këtë iniciativë. Ai theksoi rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në jetën kulturore të qytetit dhe rolin që muzeu mund të luajë si një hapësirë edukative, inspiruese dhe gjithëpërfshirëse. Po, është një projekt e cila ishte iniciuar nga zyra e UNESCO-s në Malin e Zi, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, dhe me iniciativën e zyrës së UNESCO-s në Mal të Zi, në kuadër të Ministrisë së Kulturës, është menduar që të punohet me shkolla, dhe tema është se si nxënësit e shkollës të me punë praktike në muze të japin mendimet dhe rekomandimet e tyre se si dëshirojnë ato të jetë muzeu ideal. Kjo është një prej çështjeve mjaft të rëndësishme për fushën e muzeologjisë, por edhe për secilin muze, meqenëse se u jepet mundësi nxënësave që të japin ide dhe mendime, por në të njëjtën kohë mendimet e nxënësave, të cilat edhe udhëhiqen prej zyres së UNESCO-s, pastaj për arsimtarëve të shkollave dhe profesorëve dhe prej stafit të muzeut, plotësojnë edhe mangësitë cilat i ka muzeu, meqenëse ato japin mendime se si duhet të jetë më praktik, se si duhet të jetë më funksional dhe si ato shohin se duhet të plotësohet ajo çka është në muze, si në aspektin e informacionit ashtu edhe të paraqitjeve gjithsesi eksponateve. Keni pasur ndoshta edhe ndonjë kontakt me nxënësit e shkollave të Ulqinit për këtë temë dhe sa janë ato të interesuar? Po, interesimi është i madh i nxënësve, i shkollave, dhe ky projekt pavarësisht se përfshin gjithë Malin e Zi me muze në nivel të Malit të Zi, po punën praktike dhe të angazhuar në Ulqin janë nxënësit e shkollave të Ulqinit, edhe ato shkollave fillore edhe ato të gjimnazit, dhe e gjithë puna bëhet me nxënësit e Ulqinit, cilët detyrimisht edhe gjithnjë janë të interesuar edhe vazhdojnë të jenë të interesuar shumë. Të gjitha mendimet se a punon muzeu, si punon muzeu, ose të gjitha dhe, si thosh, planet që ne kemi obligim bile të kryhet, nuk po flasim tani edhe se si është dëshira të avancohet me tutje, po flasim për nivelin e punëve që është obligim të kryejë muzeu. Në këtë pikë, kjo është një çështje shumë e rëndësishme, sepse vetë nxënësit vijnë edhe ju mundsohet qasje në gjithë ambientet e muzeut, edhe në punën administrative të muzeut, edhe në depot edhe artefaktet e depove të muzeut, edhe në vetë paraqitjes, dhe në këtë formë krijohet një qasje dhe një informacion plotësisht i saktë se në cilën gjendje gjendet muzeu. Kjo është shumë e rëndësishme që të kemi një prezantim sakt edhe aty në punë që janë kryer edhe atyre që duhet të kryen, po të kemi një paraqitje të saktë të gjendjes së muzeut me aktivitetet, me punën edhe me vetë përmbajtjen e lëndës materiale, dhe për këtë është shumë e rëndësishme sepse prezantohet në mënyrë reale gjendja e muzeut. Në muzej e dim që Muzei i Ulqinit është mjaft i vizituar edhe nga turistët edhe nga shumë njerëz të huaj, por më tregoni, keni rastisur ndoshta në ndonjë që ka jap edhe ndonjë këshill që pse është muzeu kështu apo duhet të bëhet disi tjetër? Patjetër se merren gjithmonë, po flasim për vërejtjet,
pastaj por edhe për vlerësimet, po çdo herë, çdo vizitor kur del nga muzeu jep një koment. Edhe pikërisht janë komentet ato që pastaj edhe duhet të mirren parasysh për krijimin ose planin e punëve, flasim për pjesën e sa ju përket vizitorëve, që të bëhet sa më funksionale mbi bazën e rekomandimeve që japin vizitorët, edhe padyshim se janë të niveleve të ndryshme, nëse ka individ që është shumë interesuar për informacionin, flet për sasinë e informacionit që është dhënë, edhe sa duhet jepet me tepër, nëse ka të tjerë që janë të interesuar për shembull janë të pasionuar për ambientin ose për ndjesinë që është brenda ambienteve të muzeut, pastaj flasin për cilësinë e ambienteve, pastaj për mirëmbajtjen e ambienteve, për ndriçimin e ambienteve, sepse si ndihen si ambient. Po diskutimet janë në të gjitha nivelet edhe komentet janë në të gjitha nivelet dhe bëhet edhe ankete vizitorëve që me pyetësor kryesisht për të japur edhe një lloj, si thosh, angazhimit të vizitorit muze, për shembull me pyetje se në cilin pavion ka shpenzuar më shumë kohë gjatë vizitës, edhe cila ishte arsyeja sepse ka qëndruar më gjatë në atë pavion ose në atë pjesë. Pastaj në pjesët që rrin më spaku shpenzojnë kohë më spaku se cila ka qenë arsyeja që më spaku ki qëndruar në këtë pjesë, dhe të gjitha këto pastaj krijojnë mundësinë që të merret një vlerësim i vizitorëve dhe detyrat pastaj që duhet bëjmë na për të plotësuar vërejtjet edhe apo për të avancuar ato që janë vlerësime pastaj të vizitorit edhe për të shkuar me tej edhe me ato pjesë që janë me të vlerësuar. Ju si staf sa mundoheni që për vizitorët të rregulloni këto pjesë? Këto është një punë e madhe dhe është një punë shumë e vështirë, meqense ne punojmë me staf jo të plot. Kërkesat tona për të pasur një kopshtar të muzeut dhe kërkesat tona për të pas një person i cili mban higjienën e muzeut, edhe një person i cili mban gjendjen fizike edhe teknike të ambienteve, me gjitha dyert, dritaret, pastaj vitrinat, komplet qelqet edhe këto strukturat fizike të vitrinave, pastaj gjithë kjo pjesa e gjelbërt, e cila ka rreth 5000 metër katror komplet që është, e gjitha kjo i bie mbi shpatulla do të thotë stafit, meqense vendimmarrja, qendra dhe vetë komuna Ulqinit nuk janë duke kuptuar rëndësinë se sa rëndësishme është që të jetë stafi profesional për gjelbrimin e muzeut, do të thotë kopshtari, edhe për higjienën e muzeut. Ne kemi këto banjët për publikun, i cili duhet të mbahen edhe mirëmbahen pikërisht prej stafit që nuk është e punësuar higjienistja. Edhe kjo është pastaj një ngarkesë shumë e madhe, sepse personat që janë të punësuar pastaj për punë drejtuesa ose kustosa për të marrë me materialin, për të bërë dokumentimin, për të bërë prezantimin, të gjitha këto pastaj sakrifikojnë këtë pjesën e punës, sepse duhet dahet koha që nëse kjo kohë që duhet mbahet për mirëmbajtje, për hapësinën e gjelbërt, duhet të kryhet për stafit, atëherë detyrimisht që kjo kohë shkon në dëm të studimit, të mirëmbajtjes artefakteve apo konservimit dhe informacionit. Kështu që është mjaft e vështirë situata kur nuk flitet për si thosh konsolidimin e stafit ligjor, sepse me ligj nuk guxon që të mungojnë këto kuadro që janë aspekti teknik i gjelbërimit edhe i higjienës. Edhe të mbije kjo pastaj mbi stafin zyrtar është mjaft e vështirë, edhe këto është bërë një punë mjaft e si thosh në mënyrë plotësisht vullnetare, çka është e panevojshme në këto ditë të punohet në mënyrë vullnetare, diçka që mund të zëvendësohet me një punojës. Ky projekt synon të krijojë ura të reja bashkëpunimi ndërmjet institucioneve kulturore dhe shkollave, duke i dhënë zë brezit të ri dhe duke i bërë ata pjesë aktive të zhvillimit kulturor. Nëpërmjet ideve të tyre, muzeu nuk do të jetë vetëm një vend ku ruhet e kaluara, por edhe një hapësirë ku ndërtohet e ardhmja.